Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njoftoi se në takimin me ekipet përgjegjëse për stabilitetin dhe sigurinë energjetike u shqyrtuan disa skenarë të ndryshëm për mbrojtjen e interesave të vendit. Ai theksoi veçanërisht se është me rëndësi thelbësore që qytetarët të informohen rregullisht, si dhe të mos shqetësohen sepse janë ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për të ruajtur funksionimin e sistemeve më të rëndësishme të furnizimit me gaz dhe derivateve të naftës. Ministri Minjerave dhe Energjetikës Dubravka Đedović Handanović deklaroi se Serbia ka naftë mjaftueshme për të gjithë sezonin e ngrohjes dhe u tha qytetarëve që të mos shqetësohen dhe të kenë besim në shtetin e tyre. Lista serbe ka dorëzuar Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës listën me gjithsej 33 kandidat për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare dhe të mbajë numrin 127 në fletvotim. Barci i listës është kryetari i partisë profesor Dr. Zlatan Elek, i dyti në listën zgjedhore është Igor Simić dhe i treti është Liljana Stefanović, kryetaria e gjykatës në dorëheqje. Përndryshe, Komisioni Qendror Zgjedhor fillimisht nuk e miratoi pjesëmarrjen e listës serbe në zgjedhjet e ardhshme, prandaj lista serbe u drejtua panelit zgjedhor për ankesa dhe para shtresa, e cili pranoi ankesën. Afati i fundit për regjistrimin e subjekteve politike për zgjedhjet e ardhshme skadoi në mesnatë dhe zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezje dhe tha se janë regjistruar gjithsej 24 subjekte politike me 1181 kandidat dhe se verifikimi i kandidatëve është duke u zhvilluar. Përveç partive dhe koalicioneve më të mëdha shqiptare u regjistruan edhe 110 kandidatë, secili për zgjedhjet e aplikuan edhe një numër partish dhe koalicionesh më të vogla, shumica të cilëve janë subjekte politike nga komuniteti jo shumicë dhe një kandidat i pavarur Nexhmedin Sejdilar. Koalicioni mbledhur rreth vetëvendosjes i dorëzoi Komisionit Qendror Zgjedhor në listën prej 110 kandidatësh për zgjedhjet e ardhshme parlamentare të udhëhequr nga kreu i asaj partie dhe kryeministri në mandatin teknik Albin Kurti. I dyti në listë është Glau Konjufca, i cili disa javë më parë u përpoq pa sukses të formojë qeverinë e re pasi edhe Kurti dështoi ta bënte këtë. E treta është bashkëkryetaria e partisë Guxo, Donika Gërvalla, dhe midis kandidatëve janë një numër ish ministrash nga radhët e vetëvendosjes si Albolena Haxhiu, Hekuran Morati dhe Xhelal Sveçla. Është gjithashtu kryetaria partneretit të dytë të koalicionit të Alternativa, Mimoza Kosari Lila, dhe kreu i antarit të katërt të koalicionit Partia Demokristjane Shqiptare, Zef Morina. Politologu Ognjen Gogić tha se Albin Kurti nuk i përmbushi premtimet të dhëna të rinjve në fushatën e mëparshme zgjedhore, prandaj mbështetja e tij në ra. Ai theksoi se të rinjt nuk janë drejtuar një partie tjetër politike por abstenimit, sipas tij ata janë më të interesuar të largohen nga Kosova sesa për politikë. Dušan Borisavljević nga Këshilli Rinor i Graçanicës vlerësoi se të rinjt kanë humbur besimin në procesin zgjedhor, se për më shumë prej tyre nuk përfaqësohen ata që i imagjinojnë të ishte demokracia, kështu që ai nuk pret që pjesëmarrja të rinjve, veçanërisht atyre nga komuniteti pakis, të jetë i lartë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza i dërgoi një letër presidences së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, në të cilën kërkon heqjen e sanksioneve të vendosura nga Unioni ndaj Kosovës. Si presidenti i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministri i ardhshëm, ju drejtova presidences Ursula von der Leyen dhe institucioneve të Bashkimit Evropian duke kërkuar heqjen e menjëhershme të masave kundër Kosovës, shkroi Hamza, i cili theksoi se qytetarët nuk duhet të ndëshkohen për politikën e Albin Kurtit. Një njësi e termocentralit Kosova A është aktualisht jashtë funksionit të saj operativ për prodhimin e energjisë elektrike, siç konfirmoi zëdhënësi i Korporatës Elektrike të Kosovës Skender Bucolli. Ai tha se pavarësisht kësaj prodhimi i energjisë elektrike po vazhdon normalisht dhe sipas planeve me një kapacitet total prodhimi prej 14.640 MW në orë. Një njësi e termocentralit nuk punon as në fund të tetorit dhe ishte në punë 4 ditë më vonë pasi u riparua defekti.
Moti nesër në mëngjes do të ketë mjegull dhe vranësirat e pakta, ndërsa gjatë ditës do të ketë diell dhe me ngrohtë në disa lugina dhe rrafshina, pritet mjegull gjatë pjesës më të madhe të ditës dhe atje do të mbetet më freskët. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga -2 deri në 4, kurse ajo maksimale ditore nga 10 deri në 15 gradë Celsius.